Veç shpirtit tënd, gjithçka dielli ngroh. Brenda ti, një ndjenjë që ndron kokë fort. Plotësin, asgjë nuk ta ofron. Nëse gur të çmuar ti nuk gjen dot. Për boshllëkun e kohës së kaluar, dhe sikur të nesërme të mos ketë, do të kërkosh shumë, po pa e kuptuar se zhgënjimi kërkimin e ndjek. Më prit jetë. Lutja që koha të ndalë, në humbëtir, e destinuar të përfundoj. Si lumri edhe asgjë s'mund ta ngri, por më prit jetë të jetoj. Besoni në veten tuaj dhe në ëndrat tuaja, sepse nëse ato kanë një bazë të fortë, nuk ekziston askush dhe asgjë që t'ja uprishi rrugën e tyre. Përshëndetje miq, mirë se erdhët në podcastin e Jonës. Jemi në episodin e radhës ku kam një të ftuar të veçantë. Në fakt, ajo është Besa Hoxha, shkrimtare dhe shpesh herë gjejmë të shkruar emrin e saj në disa tekste këngësh. Faleminderit Besa që erdhe. Përshëndetje, faleminderit juve për ftesën dhe për mirëpritjen e veçantë. Besa, ti ke sjell një libër kohët e fundit, ke botuar një libër që quhet Aeroporti i jetës. Në fakt, nga titulli është shumë të ngjallë një kurreshtje të veçantë. Pse aeroport? Jemi në një periudhë ku shumë të rinj po zgjedhin të largohen nga vendi, e ti vjen me një libër Aeroporti i jetës. Ç'është ky aeroport? Çfarë do të thotë për ty aeroporti? Nisje, kthim, pritje, përqafim? Të falenderoj që i përmende të gjitha këto koncepte, sepse për mua aeroporti do të thotë pikërisht këto koncepte që ti sapo përmende. Por kryesisht ideja ka qenë për të simbolizuar tërësinë e mundësive që njerëzve u paraqiten. Pra, aeroporti është vetë jeta, dhe në qoftë se një aeroplan humbet, ekziston një tjetër që vjen përsëri. Pra këtë dua të simbolizoj në këtë libër, që sa herë që njerëzit mendojnë se u humbi një mundësi, duhet thjesht të durojnë dhe të guxojnë dhe për të pritur dhe mundësi të tjera. Besa, si ndihesh ti tani që ky libër është në duart e lexuesve? Prej sa kohësh ti punon me poezit për të botuar këtë libër? Mund të them që ëndra për të shkruar poezi ka lindur me mua, por gjithashtu është rritur me mua, sepse kam filluar që nga vargjet për fëmijë dhe pastaj drejt perfeksionimit, derisa sot vi me këtë libër të titulluar Aeroporti i jetës, madje edhe me tekste të ndryshme këngësh, siç ju e përmendët pak më parë. Po. Në fakt e kam parë që ti shkruan edhe për këngë, më bën tekste këngësh. Është e vështirë nga ndryshon poezia nga një tekst këngë? Është e vështirë dhe mund të them që duke e prekur si realitet tregun e teksteve këtë këngës, është shumë e vështirë nga çfarë kam menduar. Unë kam rreth 6 vite, ose pak më shumë, që kam filluar të kontaktoj me këngëtar, si edhe me producent muzikor, dhe fillimisht, tekstet që kam paraqitur kanë qenë të natyrave poetike, pra me figura letrare, me tekste me fjalë të bukura, dhe kryesisht të shtjelluara, ose me disa strofa, por që hasa shumë shpesh në refuzime, duke thënë që populli nuk mund t'i kuptoj këtë, duhen fjalë shumë më të thjeshta, më të kapshme, fjalë që i gjen rëndom, mund të thuash, në tregun e sotëm. Po? Dhe mund të them që ishte një fazë dekurajimi për mua, por nuk u ndala kurrë, sepse mendova që herët ose vonë dikush do të shfaqej që do t'i vlerësonte vargjet e mia, dhe ashtu ndodhi. Kam filluar fillimisht në kohën e pandemisë, me këngën Larg teje, interpretuar nga këngëtarja e re Michelle Arapo, besoj e njihni. Po. Michelle u tregua shumë dashamirëse për mua dhe më hapi një derë, si të thuash, derën e parë drejt tregut të muzikës. Dhe kështu vazhdoi. Po. Unë të ndalem të disa poezi se nuk e di, më të ndon libri kështu. Libri nuk duhet rri kështu, libri duhet shkoj në dorën e lexuesit. Por që ja, e gjeta një. Do ta lexoj me lejen tënde? Me shumë dëshirë. Më prit jetë. Lutja që koha të ndalë, në humbëtir, e destinuar të përfundoj. Si lumri edhe asgjë s'mund ta ngri, por më prit jetë të jetoj. Të dua edhe më shumë se më parë, por nga ti frika më ka larguar. Në zinxhir imagjinar më mban, shpirti lëngon, pa u lidhur, këmbë e duar. Më prit jetë, e raskapitur jam, e etur për gjumë, por duke pritur. Drita dhe hija në luft janë, cila më shpejt ka për të ringritur. Më prit jetë,
Edhe nëse zgjej diçka që kam lënë më parë, që tani arrit ta ndjej, se nga ti ende kam për të marrë. Shumë e bukur. Faleminderit. Besa, okay, me që jemi këtu, më prit jetë. Po. Çfarë ke dashur të thuash? Çfarë ka dashur autori të thotë me këtë poezi? Shumë saktë. Në radhë të parë mund të them edhe pse jam autorja, nga interpretimi jut unë jam e përlotur siç mund ta shikosh, sepse më risolli ndjesitë që kam dashur të shpreh në ato kohë. Kjo poezi është shkruar rreth 2 vjet ose 2 vjet e pak më parë. Ka qenë një periudhë pak e vështirë për mua në ato kohë, sepse duke pasur parasysh edhe jetën time jashtë tregut të artit, po kërkoja që të gjej një punë që vërtet më përmbushte, ndjehesha sikur nuk po bëja asgjë, dhe këtë kam dashur të reflektoj, që njeriu duhet ta pranoj, siç thot ajo shprehja, është okay të mos jesh okay. Duhet ta pranoj që ka hapësirat e veta në jetë ku ndihesh keq, dhe nuk duhet të shqetësohet që pse nuk jam mirë tani, sepse kush e di nuk do ta gjej më këtë kohë apo këtë periudhë. Kështu që duhet i lër kohë vetes, mendoj. Okej. Dhe më pas ti gjete punë. Po. Okej. Po. Se du ta shoh vetëm prandaj. Jemi mirë. Okej. Besa, ti thej që vetë shkrimi ka lindur me ty, krijimi ka lindur me ty. Kur e ke kuptuar në fillim që, ose prindrit e tu e kanë kuptuar që kjo vajzë shkruan mirë, ose mësuese letërsisë siç ndodh zakonisht kur jemi në fëmijëri? Mësueset e letërsisë kanë pasur një ndikim të veçantë tek mua, mund të them pa dashur të tregohem mendje madhe që të gjitha mi kanë pëlqyer hartimet në periudhën e shkollës. Sidomos nëse më lejoni ta përshëndes, Patjetër. një mësuese nga fëmijëria, zonja Alma Bakiu, e cila më kishte gati, si të thuash, etalon në klasë për të shkruar hartimet dhe eset. Sa interesante. Bëhet fjalë për moshën? Për periudhën e 9 vjeçares. 9 vjeçares. Ndërsa për sa i përket familjes, prindërve, e kam shprehur gjithmonë që dua të shkruaj dhe dua të eci në këtë fushë, por ata duke patur parasysh vendin ku ne jetojmë, thonin që po fokusohem më shumë tek shkolla, siç ndodh në përgjithësi me prindrit shqiptar, tek shkencat natyrore, këto nuk ecin, kë ke parti të bëj art, ose siç thonë rëndom, kush ka dalë nga neve i famshëm nga familja jon që të dalësh pikërisht ti. Besoj e gjeni në familjet shqiptare. Edhe mua ma kanë thënë disa herë, po por ti vazhdove, nuk u ndale. Vazhdova. Edhe pa e reklamuar që hej, njerëz un po e bëj këtë gjë, në qetësinë time, në dhomën time, shpeshherë edhe kur kam qenë e mërzitur, edhe kur kam qenë thjesht në periudhë meditimi, gjeja mbështetje gjithmonë tek shkrimi. Thonë që autorët dhe shkrimtarët më të suksesshëm janë ata që shkruajnë në periudha të vështira. Sa e vërtetë është kjo? Mund ta them mbi 100% e vërtetë. Do të thënë, kur njeriu ndihet kërkon një mbështetje, apo është në momente më të plogështa në jetën, ose më i brisht, si mund të thuash. Po, më i brisht në jetën e tij, ai shkruan dhe në fakt aty gjen atë mbështetjen që i mungon. Po. Cila nga poezit, më thuaj një poezi që e ke shkruar në këto momente? Merri librin, se do lexosh ti tani. Ndoshta do ishit kurioze të dëgjonit një poezi mbi miqësinë dhe sa e vështirë është ta gjesh miqësinë e vërtetë në ditët e sotme. Po, shumë. Atëherë fillojmë. Titullohet Miq të vërtet. Veç shpirtit tënd gjithçka dielli ngroh. Brenda ti një ndjenjë që ndron kokë fort. Plotësin asgjë nuk ta ofron. Nëse gur të çmuar ti nuk gjen dot. Për boshllëkun e kohës së kaluar, dhe sikur të nesërme të mos ketë, do të kërkosh shumë, po pa e kuptuar se zhgënjimi kërkimin e ndjek. Do të ankohesh se nuk pate fat. Do të qortosh veten se ishe i padenj, derisa rreth teje të bëhet nat, e të shohësh diamantët që vërtet shkëlqejnë. Për boshllëkun e kohës së kaluar, dhe sikur të nesërme të mos ketë, do t'i shtrëngosh fort në duar, e do t'i njohësh si miq të vërtet. Shumë e bukur. Ke shumë miq? Jo. Kam një rreth shumë të ngushtë shoqëror, dhe prej disa vitesh, po i kam të zgjedhur. Çfarë është miqësia për ty? Miqësia për mua është një lidhje shpirtërore me njerëz që nuk kanë lidhje gjaku me ty, por që din të kuptojnë, ndoshta pse jo edhe më mirë nga njerëzit familjar apo farefisnor. Ndonjëherë më duket sikur miqësia nuk është aq e thjeshtë sa duket.
Nuk është e thjeshtë, madje mund të them që është një luftë e vazhdueshme, sepse mund të kesh miq prej disa vitesh, por ndodh diçka që ata të thyejnë besimin ose nuk janë gati të të ndjekin më në një pikë të caktuar të jetës dhe sërish duhet të fillosh nga fillimi që të kërkosh një mik të ri. Besa, besoj se ju që shkruani edhe lexoni shumë. Po. Çfarë lexoje ti përpara se të nisje të shkruaje për librin Aeroporti i jetës? Çfarë lexon? Përpara se të nisja, sepse unë poezit të gjitha që janë të përfshira në Aeroportin e jetës, një pjesë prej tyre i kam filluar të shkruaj që në periudhën kur kam qenë studente, pra që 18 vjeçe. Dhe logjike që më përpara unë lexoja libra për fëmijë, pra letërsinë që kishte të bënte me fëmijë. Më pas, duke qenë se unë vi nga qyteti Vlorës, por studimet i kreva pikërisht në kryeqytet, pra në Tiranë, u transferova këtu. Kam banuar larg familjes me vështirësitë që sjell universiteti në ditët e sotme. Për çfarë vitesh bëhet fjalë? Bëhet fjalë për vitet 2016, viti kur unë fillova studimet, ka qenë 2016. Për çfarë i ke mbaruar studimet, Besa? Bachelorin për informatikë ekonomike, kurse masterin sisteme informacioni në ekonomi. Pra brenda me ekzistojnë të dyja. Edhe shkencëtar edhe artiste në një, dy në një. E vërtet. Ishte e vështirë, dhe dua të ndalem pak te kjo pjesa e jetës një të riu në Tiranë, ndërkohë që ndjek shkollën. Është e vështirë të jetosh në Tiranë? Si u ndjeve ti, si të priti Tirana aty? Mendoj që është e vështirë, për arsye se unë ndoshta dhe nga që kam qenë fëmijë vetëm, dhe ishte e vështirë të ndahesha nga familja, sepse deri në atë moment e lidhur me familjen për çdo gjë, prindrit mburoj e parë, si të thuash, për çfarë do lloj vështirësie, kurse në atë moment dhe më mbas duhet i përballoja çdo gjë vetëm. E vështirë? Po, e vështirë. Sepse nuk kam patur dhe miq të afërt këtu me të cilët të ndaja një apartament dhe kam jetuar me njerëz të huaj. Në apartament. Po, përveç vështirësive të shkollës, edhe vështirësia e bashkëjetesës dhe e përshtatjes me njerëz të tjerë që nuk i njeh. Luftë. Po, besoj se ka qenë e nevojshme, duhet një herë që fëmia të largohet nga shtëpia për ta kuptuar atë rëndësinë të qenit vetëm edhe ato sfidat që duhet përballuar vetëm tani. Të ka rritur, besoj, kjo pjesë. Po, më ka rritur jashtë mase dhe mendoj që nuk do ta gjeja këtë rritje nëse nuk do e bëja këtë zgjedhje në jetë. Madje edhe sot e kësaj dite me kolegë ose me njerëz të mitë që tash më kanë fëmijë dhe shqetësohem për të ardhmen e tyre që jo është pak i ndjeshëm, nuk e di si do t'ja bëj kur të rritet, u them që e keni një shembull këtu që ka qenë super i ndjeshëm edhe super introvert dhe duke e lënë vetëm, pastaj mësohet të përballoj gjithçka. Çfarë të mundonte më shumë? Çfarë të lodhte, çfarë të stresonte? Përveç jetës a vjen ai momenti kur fëmijët largohen nga shtëpia dhe thonë, "O mami, ku je?" Ndodh, përveç mallit për familjen, siç thash, vështirësia që gjeje në shkollë, pasi dihet që sot mësimi për fat të keq nuk bëhet me përkushtimin e dur nga pedagogët ose dhe nga studentët vet, por gjithçka është kthyer në biznes. Dhe unë duke qenë një nxënëse prej 12 vitesh, pra në arsimin 9 vjeçare dhe arsimin e mesëm, ekselente dhe fituese olimpiada shpeshherë, këtu arrita t'i provoja të gjitha notat në universitet edhe ishte një rënje pak drastike për mua. Edhe olimpiada, çfarë olimpiadash ke fituar? Matematikës. Matematikës. Gjithmonë bashkëjetesa mes artit dhe shumë interesante. Më thënë ti, ne duhet jemi krenar për ty, Besa. Ne gjithë duhet jemi krenar, kështu që merrni librin e Aeroporti i jetës të njihni një pjesë të Besës. Do bësh një libër tjetër, çfarë planesh ke? Patjetër. Me çfarë, me poezi sërish? Nuk e mendoj. Mendoj që libri i dytë të jetë një libër me i natyrës psikologjike, pra një roman i natyrës psikologjike. Për arsye sepse mendoj që mundem ta shkruaj më së miri, duke qenë se një pjesë të atyre çfarë kërkojnë libra psikologjik i kam jetuar vetë. Dhe mendoj që mund të përfaqësoj veten time, të shpalos veten time atje. Si nëse flas në veten e parë, si nëse cilësitë e mia ja vesh një personazhi tjetër, por mendoj që do spikasi dhe ai. E supozojmë se unë e lexova dhe e mbarova këtë librin. Po. Çfarë do ti të mendoj unë, pra çfarë do ti të mendoj lexuesi kur e kam mbaruar librin? Si mund të më shërbej mua ky libër? Mendoj që ky libër duhet të shkojnë në veshët e duhur, të themi, dhe njerëzit të fillojnë të mendojnë që ka gjithmonë mundësi, ka gjithmonë të reja,
ka gjithmonë, nëse punon dhe nuk ndalesh kur, të shpërblehen gjithmonë. Sepse shpeshherë duket që unë kot sa punoj ose kot sa mundohem, sepse në këtë vend nuk vlerësohet asgjë, por nuk është e vërtet. Për shembull, me që jemi këtu dhe vetë hape këtë bisedën, ti ke botuar një libër dhe unë kam pasur dhe autorë dhe shkrimtarë të tjerë në podcast, të cilët nuk më kanë ngrohur shumë kur kanë thënë që okay, unë shkruaj për dëshirë, e kupton jo për të fituar. A beson ti dhe a mendon ti që në vendin ton vlerësohen artistët? Sa e vështirë është për një shkrimtar të shesi librin e tij? Në ditët e sotme është shumë e vështirë, sepse kemi dhe ikonat e letërsisë tonë, po pse jo dhe të letërsisë së huaj, të cilët nuk kanë interesin e dur nga të rinjt ose dhe nga moshat më të mëdhaja në ditët e sotme, për arsye dhe të rutinës së përditshme që i rëmben, të vështirësive që asin dhe ndoshta ju duket sikur nuk gjejnë realitetin më në krijime, ose thjesht i rëmben ai banaliteti ose bërja e zakonshme e gjërave, siç dhe përmenda më përpara në tekste, që duan diçka që e gjen shpesh, nuk durojnë që të vrasin mendjen në thonjza, Që ta kuptojnë. po që ta kuptojnë. Çfarë lexon zakonisht, se të pyeta që parë, po më devijove pak më E duket. vërtet, pa dashje, por na rëmbeu biseda. Okej, çfarë libra, çfarë letërsie lexon vet? Nga shqiptarët, nga autorët shqiptar, pa diskutim Kadaren kam të preferuar, në çfarë do lloj romani që ai ka sjell. Ndërsa për sa i përket letërsisë së huaj, më pëlqejnë shumë krijimet për Krishtlindje, ku mund të përmend autorin Richard Paul Evans, me 3 romanet që ai ka sjell si sag Krishtlindjeje: Premtimin e Krishtlindjes, Streha e Krishtlindjes dhe Sekreti i Krishtlindjes. Çfarë të lidh ty Besa me Krishtlindjen? Nuk më lidh gjë, duke Okej. qenë se jam e besimit bektashian, Okej. por thjesht që është një fest shumë e bukur, duke qenë se është dhe afër vitit të ri dhe ka një atmosferë të ngjashme. Aha, e ke gjetur veten te ky libër, te këto E kam 3 gjetur- libra. Kryesisht e kam gjetur tek Streha e Krishtlindjes, sepse atje pikërisht bëhet fjalë për një ekonomiste që ndëron të bëhet shkrimtare dhe nuk e di, kam thënë, ai autori më ka studiuar mua në fshehtësi. Ndoshta, nuk e dihet. Po. Personat që të kanë mbështetur më shumë gjatë procesit tënd të krijimtarisë, pra nga nisja deri në vazhdim të librit, apo e ke bërë gjitha vet, nuk e pasur asnjë mbështetje? Mund të them që kam proceduar vetë nga fillimi në fund. Po kur i shkove prindërve me librin të dora? Merreni lexojeni tani. Po, Çfarë madje thanë? nuk u kam shkuar me librin të dora, por kam njoftuar kur shtëpia botuese ma pranoi librin, pra më tha që ky libër ja vlen që të jetë pjesë e tregut, dhe siç ndodh në përgjithësi në familjet shqiptare që kur u thua para kohe që kam në plan të botoj një libër, thon po bëje me mendimin që nuk e bën dot kur, ndërsa kur ishte përgjigje pozitive, po lekët ku do i gjesh, thonin. E di sa e vështirë është sot të kursesh lek ti harxhon për një libër. Aha, do të vazhdonte akoma me këtë. Vazhdonte, po. Dhe ti e bëre librin, ti nuk u ndale. Jo, nuk u ndala. Duhet falenderuar dhe shtëpia botuese e Erik për Patjetër. arsye se proceduan me një çmim shumë të arsyeshëm për mua. Si, ma përshëndet dhe një herë shtëpinë botuese, se i kam shumë xhan shtëpiat botuese, nuk e Po. di pse. Dua të përshëndes dhe të falenderoj për bashkëpunimin shtëpinë botuese e Erik, kryeredaktore Gazmira Sokoli, Dëshira Sheu dhe Agron Senjaminin, për mbështetjen që më kanë dhënë që ky libër të jetë pjesë e tregut. Keni edhe design art grafik Ilir Drizari. Okej, e lexova këtu. Po. Okej, unë jam shumë falenderuese në përgjithësi për shtëpitë botuese që shpesh herë i mbështesin pa kushte ndonjëherë edhe ato shkrimtarët që i zgjedhin. Ky libër është për grup mosha të ndryshme, domethënë edhe një gjimnazist, edhe një pak më i rritur mund ta gjej veten në këtë libër, Besa? Ky libër është për të gjitha grup moshat, pra nuk kam bërë një ndarje. E sidomos duke qenë libri im i parë, doja që të isha e pranueshme nga të gjithë. Çfarë libri, çfarë poezie për shembull i sugjeron një, nuk e di, një gjimnazisti në vitin e 3 të gjimnazit? Në vitin e 3 të gjimnazit, pra pikërisht në matur, kur Pa, po i në matur. afrohet moshës 18 vjeçare. Do t'i sugjeroja poezinë që e hap këtë libër, që është poezia muzg, duke qenë se ajo është mosha kur dashuria është në fazat e saj të para, dhe pse jo në ato më të bukurat. E me që jemi të dashuria, Besa. Çfarë është dashuria për ty?
Dashuria për mua është gjetja e personit me të cilin kuptohesh me sy, mund të them, pa pasur nevojë të flasësh fare, e personit që jo çdo ditë të jetës ta bën të lumtur, por edhe kur ta bën të vështirë, ditë ta zbukuroj sërish. E mbi të gjitha të ketë atë dëshirën për të vazhduar jetën me ty, pavarësisht vështirësive. Shumë e bukur. Po, ku është ky personi, pa mirë? Është e vështirë ta gjesh sot, por që ja mos e bëjmë çdo gjë të vështirë tani, se ka edhe gjëra të lehta në jetë. Muzikë, ju a sugjeron Besa, po me lejen tënde, a ta lexoj unë këtë? të lutem mos më merr më leje, mund Mos të të lexosh marr, çfarë të domethënë duash. unë do lexoj edhe kur mos jetë Besa këtu. Në vetmi, ajo shet të kaloj një karavan orësh të gjatë. Shëmbëllimi i herëve që thot se do ta pres edhe për pak. Padurimi i saj vjen drejt fundit e faqet në ngjyrë të trëndafilt. Tashmë, ai duket drejt horizontit, veshur me kostumin e tij të zi. Trupat që shkrihen mes flakëve të përqafimit të tyre, i lën. Nuk shuhen as nga lumenjtë e fjalëve, që mes tyre mund të ishin thënë. Shpejt ky moment do të kthehet sërish një pikë në oqean, ku në gjumë ajo të prehet pranë krahëve të tij që nise qan. Ndarjen kur gjithnjë e më pranë ta gjej, me varak të bardhë, xhaketën do stërpik, me bindjen e hidhur se ajo nuk do ta ndjej, e nuk do zgjohet ta lëndoj, ta ndaloj të ikë dhe njerë. Me bindjen e hidhur se ajo nuk do ta ndjej, e nuk do zgjohet ta ndaloj të ikë. Më pëlqen, juve që shkruani, edhe unë kam pas shkruar dikur, përpiqesha. Por që nuk i botova kurrë ato poezit, se ndoshta duhet të tentosh, se mund të ketë jo, suksesin poezi, e duhur. se sot shkruaj këto skriptet që lexoj vet. Unë i shkruaj dhe i lexoj vet. Shumë mirë. Edhe i shërbej kështu publikut që ti dëgjoj. Çfarë mendon që i mungon diçka, që i mungon letërsisë sot? Çfarë i mungon letërsisë sot? Atëherë përveç fjalëve të ndjera, mendoj që i mungon dhe lidhja me realitetin, pra duhet një ekuilibër mes të dyjave, të shpërfaqet lidhja me realitetin, por edhe me fjalë poetike. Pra të marrin shkas nga shumë ngjarje që u ndodhin në ditët e sotme dhe të krijojnë diçka. Besa ti punon ekonomiste? Po, unë për momenti punoj argëtare në Bankën Kredit në Vlorë. Okej, dhe çfarë po mendoja tani? Për shembull Besa, po imagjinoj, duke bërë ato veprimet aty te arka, edhe ndërkohë i vjen muza. Çfarë ndodh? Të ka ndodhur ndonjëherë? Nuk mendoj, sepse kështu? do ishte katastrofë, mendoj. Duke ju përgjigjur klientit për shembull me figura letrare. E sidomos kur klienti të jetë i nxehur, thua, do të bënte punë një figurë letrare. Nuk ka klient të nxehur me Besën përballë. Nuk Uroj. besoj. Çfarë do thoje një atëriu që ka një histori brenda vetes ti, por që e ka shumë të vështirë ta thotë apo ta shkruaj? Një të riu që ka prirje për letërsi, apo edhe që nuk ka? Patjetër. Mendoj që ata që kanë histori gjithmonë kanë prirje për të shkruar. Ndoshta nuk mund të përdorin figura letrare, por që duhet shprehur ndonjëherë ajo që mbajmë brenda nesh. Atëherë siç po e shikojmë dhe nga rrjetet sociale, sepse sot fatkeqësisht gjërat e shkruara nuk është se aplikohen shumë dhe librat, po çdo gjë gjendet online, do t'i thoja që të gjej guximin që ta shpalosi atë çfarë ka për të thënë, sepse ka hapësirë sot. Sot ka hapësirë pafund edhe herët apo vonë do të dalë dikush që do ta dëgjojë dhe do t'i interesojë ajo histori. Mendon që njerëzit me shpirt të bukur e kanë të vështirë të flasin, rrinë më shumë në heshtje? Mendoj që po, sepse janë natyrat introverte këto, ato që qëndrojnë pak të stepura, larg të gjithëve, ose me pak njerëz edhe që meditojnë ose shkruajnë, krijojnë. Më thuaj një varg që ke tani në mendje. Një varg nga libri? Një varg çfarë të duash? Poezin muzë kam akoma në mendje që sa po interpretove. Okej. Ky nuk është aeroporti i parë. Do kemi edhe aeroporte të tjera në vazhdim, siç the. Pra, do vazhdoj Saga e aeroporteve. Po, edhe pse jo me këtë titull, edhe kuptoj, me po. këtë titull, por besoj se libri tjetër do jetë roman. Apo do të jo? jetë romani natyrës psikologjike, sepse siç thash, nga që gjatë periudhës time të rritjes
isha vetëm, pata kohë të mendoja shumë, të reflektoja shumë dhe mbi çdo gjë. Mendoj që kam spunton që ta krijoj një roman të tillë. Aq më tepër para 2 viteve kur përmenda dhe periudhën e vështirësisë emocionale, që reflektoj në Më prit jetë, kam lexuar dhe një roman psikologjik shumë të veçantë nga një autore franceze, Rafael Giordano. Ai ka një titull mbreslënës, mund të them. Ai titullohet Jeta jote e dytë fillon kur e kupton se ke vetëm një. Dhe atje ishte një botë më vete për të zbuluar. Të ndihmoi ky libër? Po. Në qoftë se doni mund të përmendim dhe disa fragmente nga libri ndoshta Po, që patjetër. ndihmuan. Ai flet për një zonjë 38 vjeçe që banon në Francë, është e martuar dhe me një djalë, punon në një kompani të suksesshme dhe kush e shikon nga jashtë thotë që kjo i ka të gjitha. Pra nuk i vete askujt në mendje, mbase as asaj vetë ndoshta nuk i vete në mendje që sa boshllok mund të ketë jeta e saj. Por vetëm me një prishje makine që i ndodh gjatë një orari mbrëmjeje në pyll, ajo ecën dhe mezi gjen një shtëpi në mes të pyllit, atje ja hap derën një zotëri, i thot mund të vish brenda dhe të pish një çaj, dhe ajo kur ulet në koltuk fillon dhe qan dhe thot boja e rimelit që iku me lotin, mori mërzitjen e ditëve, javëve dhe muajve të kaluar me vete. Pra akumulimi do vetëm një moment që të shpërthej. Këto momente të shpërthyese, këto të qera të bëjnë mirë ndonjëherë. Po. Madje unë them që nuk duhen lënë për momente shpërthyese, por duhen bërë dhe më shpesh. Duhet qajmë sistematikisht thua ti. Me orar. Me orar jo, është. Shiko, besa se unë e kam zakon që me të ftuarit nuk dua t'i fus në këtë gjendjen kaq kështu emocionale, dhe prandaj i thyej pak këto, po fjalët që thua ti janë vërtet shumë interesante dhe libri që më sugjerove, që na sugjerove, po pasi të keni lexuar këtë, mos e humbisni. Do t'i rikthehemi edhe atij librit që ti na përmende. Çfarë vëre sot ti tek të rinjt, se unë kam shumë pikë të dobët të rinj dhe gjithë ftuarit i pyes. Sepse jemi të reja. Përveç se jemi të reja, po dhe nëse do ishim një moshë më të madhe, sot për shembull, me që na ke sjellë dhe një aeroport këtu, të rinjt shumë po ikin, po largohen nga vendi. Dhe ndoshta ti do ta kishe mundësinë nesër të largoheshe nga vendi yt, do ta bëje, do ikje nga Shqipëria? Nëse do kishe një mundësi tjetër, një punësim tjetër, një pagesë pak më të mirë. Do të ikja nëse do të bindesha që gjeja një punë në profesionin tim, pa ofenduar askënd, sepse çdo profesion që është ligjërisht i rregullt, është shumë i nderuar. Por duke qenë se kam investuar në të ardhmen time, pra me shkollimin, me tentativat për punësim, me trajnime të tjera, mendoj që duhet të profilizohesha në profesionin tim edhe andej. Kështu që në qoftë se një profesion i kësaj natyre gjendet edhe diku në Europë apo në Amerikë, pse jo, është i mirë pritur. Do largoheshe, domethënë. Dhe si shikon këta që largohen për të mos bërë profesionin e tyre? Sepse kanë ikur njerëz, për shembull, që kanë punuar këtu inxhinier, ekonomist, mësues, kanë ikur jashtë kufive të vendit për të bërë një punë që tjetër nga ajo që bënin këtu. Po, një punë të një klasi më të ulët, nëse mund të shprehemi kështu. Ndoshta edhe ashtu. Atëherë, absolutisht në radhë të parë është zgjedhja e secilit të bëjë çfarë të dojë, derisa nuk cëndon jetën e tij. Kurse së dyti, do të thoja që ata kanë një farë perspektive, sepse edhe nëse vetë nuk do ta gjenin veten, po në profesionin e tyre, me siguri ata mendojnë për të ardhmen e fëmijëve që i kanë tashmë ose do t'i kenë. Dhe aq më mirë nëse fëmijët do të lindin andej, sepse lindin me mundësi të barabarta me fëmijët e shtetit përkatës. Mendoj. A do ti Shqipërinë, Besa? Shqipërinë, vendin apo njerëzit, sepse duhet ndarë. Okej. Vendin dhe njerëzit. Atëherë vendin e dua jashtë mase, sepse është një vend që me makinë mund ta bësh për 6 ose 7 orë gjithsej. Pra nga pika kulminante në Tropoj deri në Sarand. Nga Vermoshi në Konispol. Pikërisht, nga Vermoshi në Konispol, dhe gjen gjëra që nuk i gjen në vende që janë shumë herë më të mëdhaja. Pra, kemi laguna, kemi lumenj, liçene, dete. Pikërisht në qytetin tim puthen 2 detet, Adriatiku dhe Joni. Kemi shumë resurse natyrore, kështu që si vend e adhuroj. Po njerëzit. Por që besoj që bëhet bëhet pak e vështirë për hatër të njerëzve. Bëhet e vështirë për hatër të njerëzve. Po jo, se s'janë gjithë ashtu që ta vështirësojnë jetën. Ka edhe njerëz të mirë. Ne jemi një shoqëri me empati shumë të lartë.
empati të lartë, por që çdo medalje ka dy anë, siç thot një fjalë e urtë. Mund të them që dhe kjo empatia shpeshherë përkthehet në ndërhyrje atje ku nuk të takon, në dëshirë për të futur hundët në punën e tjetrit. Të shqetëson kjo? Po. Të ka ndodhur? Prandaj të shqetëson? Po, ka ndodhur, kjo ndodhur në dom në vendin tonë. Kujt nuk i ndodh kjo. Po doja thjesht ta dëgjoja nga unë. Ta dëgjoja nga ty. Për shembull, Besa e zëm se unë jam këngëtare. Po. Do bëj një këngë. Po. A mund ta marr këtë librin tënd dhe ta përdor për të bërë këngë, po thjesht blej librin? Me dëshirën më të madhe. Sepse është ajo që unë kam dashur gjithmonë. Balladat janë zhanerimi i preferuar, sepse të japin mundësinë që të shprehësh gjithë botën tënde letrare. Pra të flasësh me figura dhe me fjalë të ndjera. E qartë, do me thënë, një person që do të bëjë një këngë mund ta marrë librin, duke qenë se ti edhe tekst shkruese shumë e mirë, e merr librin, e blen dhe mjafton që te kënga të shkruaj emrin tënd. Po. Apo teksti Besa Hoxha, po, ato duhet ta bëj. Teksti Besa Hoxha, normale, se ajo është e drejta e autorit. Për shembull, brenda këtij libri më thuaj një poezi që ta lexoj unë tani që mund të shërbej për këngë edhe juve artistëve. Një që nuk besoj se e gjen shumë si temë të prekur, është poezia Faj, të cilën do të kërkoja me mirësjellje që ta lexoja para publikut. Patjetër, unë mund ta lexoj, po s'mund ta këndoj. Na duhet dikush që të krijojë muzikën, por që mund të zgjidhet. Faj. Askush nga ne nuk ka faj. Që me ty ndihem e paplot. Kërkoj që rrugët me ty t'i ndaj, një forcë e madhe sa një bot. Edhe pasqyrës si qëndrojmë fshehur, unë dhe dikush që nuk je ti. Ndërkohë brishtësia duke u epur, me mëkatin e edhshëm bën dashuri. Jetoj momentin në ndrithërima, e ngazëllyer se askujt nuk i takoj. Në të vërtet, s'jam as e imja, e ç'mund të ndodh nesër, s'mendoj. Një moment, me dikë tjetër e jetoj, siç me ty kur nuk arrit të jem. Pa dashur as pak ta përfytyroj, se një ditë asgjë mund të mos kem. Si të duk me që sa Mbaroj? të lexoj? Po. Si mbaroj? Shtoja dhe një strofë. Shumë e bukur. Edhe intriguese. Po. Doja fundin unë. Fundi është i hapur. Fundi është kështu, shumë e bukur. Askush nga ne nuk ka faj, tha. Po. Pse? Atëherë siç mund ta kuptoni ju dhe të gjithë ata që po na dëgjojnë, poezia fliste për dikë pa marrë parasysh gjinin, që ka një marrëdhënie konstante, por që i jepet dikujt tjetër për një moment. Dhe unë e kam trajtuar sepse është shumë kollaj që dikush i jashtëm të thotë që ajo bëri apo ai bëri një veprim të gabuar, është imoral e të tjera si këto, por mendoj që duhet të futet edhe në psikologjinë e njeriut që pse pikërisht ndodh ky veprim. Dhe mendoj që njeriu që ka për krah nuk arrin ta plotësoj siç ajo apo ai dëshiron, dhe për këtë arsye ai gjen thjesht një kënaqësi të radhës, pa menduar se do t'i prishet marrëdhënia që ka prej një kohe të gjatë, apo që nesër mund të mos jetë as me personin të cilit po i jepet në këtë periudhë të shkurtër. Por unë pash edhe ca nota pendese këtu, se tha unë tani nuk jam as e imja. Domethënë nuk i përkas më as vetes pas atij veprimi. Po, sepse mendoj që njerëzit që nuk arrin të gjejnë një stabilitet, thellë nuk janë të kënaqur me veten. Sepse po të jenë, e kuptojnë që thellë nuk është faji personit që ti zgjedh në krah, sepse cilindoj person që ti të zgjedhësh në krah nuk ka jetë perfekte me asnjërin që mund të zgjedhësh. Thjesht ka dëshirën e përbashkët për të vazhduar përpara edhe në kohë të vështira. Ja bëre llogarinë si ekonomiste dhe dashurisë. Ti punon si gjithë neve, tetor, besoj te Po, te deri në nëntor. Po, si e gjen kohën, ku e gjen kohën, kur shkruan ti? Se punon gjatë gjithë kohës, si e në punin impenjative, kredin si me sa di unë bënde shumë trajnime, ju mban jashtë orarit, kam përshtypje se puna në bankë është shumë impenjative. Kur e gjen kohën që të shkruash? Për poezit që janë pjesë e librit Aeroporti i Jetës, se kam gjetur kohën në të kaluarën, duke qenë se kur isha studente kisha dhe më shumë kohë të qëndroja me veten dhe të mendoja dhe të gjeja frymëzimin. Më pas ka patur dhe një periudhë në dhjetorin e vitit 2024 deri në shkurt që unë kam humbur një punë në të cilën isha dhe mendova që ta shfrytëzoja çdo ditë pothuajse të asaj hapësire bosh që kisha,
për të shkruajtur. Tani shkruan mbrëmjeve? Kur Me e thënë gjen të drejtën, kohën? kam një farë kohë që kam bërë një pauzë nga shkrimi, sepse duke qenë se po përgatitem për romanin psikologjik, Po. mendoj që ai do frymëzimin e dur dhe qetësinë e dur për të bërë. Nuk e ke nisur ende? Nuk e kam nisur ende, për arsye se unë për momentin në kohën e lirë ndjek edhe një kurs për graphic designer, pra i shtohet edhe kjo studimeve shkencore dhe natyrës poetike. Shumë mirë, ke gjetur një pikë që i lidh të dyja. Po, Okej, e ke pasion dizajnin? e kam pasion dhe Apo të shikoj që duhet edhe për pjesën e... për punën aktuale, jo, por mendoj që mund të më duhej për një punë të dytë, duke qenë se është tregu më i kërkuar sot për sot. Po, Çdo kompani kërkon të paktën një logo apo një broshurë, një kartë vizitë. e qartë. Si do ishte jeta jote nëse nuk do kishte për shembull rrjete sociale? Nëse nuk do kishte rrjete sociale, do të ishte siç ka qenë kur ne kemi qenë fëmijë, të paktën Po brezim. si do ishte sot, se atë e di, unë e mbaj mend, se do të kthehemi pastaj te fëmijëria, të na flasësh 2-3 fjalë për fëmijërinë. Rrjetet sociale janë bërë vrullshëm të pranishëm në përditshmërinë tonë, shumë nga ne kanë të lidhur punën edhe me rrjetet sociale, sidomos artistët që duhet të publikojnë her pas here edhe nga përditshmëria e tyre, evente apo shkrime të ndryshme. Ti je pranishme në rrjete sociale? Unë I jam, ndjek, domethënë, kaloj e- çdo ditë në rrjetet sociale. Si i domethënë, përdor i frekuentoj. Në kuptimin që sa kohë shpenzoj, apo? Si i përdor për punën tënde apo thjesht për të qëndruar? I përdor për të qenë në kontakt me miqtë e mi, miq dhe artist, duke qenë se edhe një pjesë të artistëve tashmë unë i njoh dhe jam në biseda me ta, Po, por edhe për të reklamuar punët e mia. e kuptoj. Në rregull, prekëm pak më parë fëmijërinë. Çfarë mban mend nga fëmijëria jote? Nga fëmijëria ime mbaj mend vëmendjen e madhe që më jepte familja, duke qenë se unë jam fëmijë i vetëm, siç e përmenda në fillim Po. të intervistës, po gjithashtu edhe nuk kam kushërinë të parë në Shqipëri, për arsye se të gjithë janë të lindur jashtë ose të larguar më vonë. Kështu që kam qenë pak qendra e vëmendjes në familje. E ledhatuar? E ledhatuar, por jo e llastuar. Për këtë janë kujdesur. Indrit. Dhe për shembull, nëse ti do doje të shkoje diku kur ishe më e vogël, duhet kërkoje leje, siç kanë qenë ato Patjetër, po. me lejen e mamit dhe të babit. babit. Si kanë qenë? Do të thënë se një fëmijë vetëm kanë përshtypjen që është gjithmonë me lup, shikohet çdo veprim i tij ose i saj. Ty të ka bezdisur kjo lloj përkujdesje edhe kur u rrite pastaj? Prindrit janë munduar që të mos ma bëjnë shumë të bezdishme dhe kur më thonin jo, sepse kishin një taktik që unë e vlerësoj. Pra nuk është se thonin mos këtë edhe pik. Po Më thonin trego pak atë taktikën se mund të hysh në Po. punë edhe prindërve të e tjerë. vërtet, atë po thoja që jo, mos këtë edhe është e prerë, po mos këtë sepse për këto arsye. Pra, Të argumentonin që të më bindin përgjigjen. që ishte e mirë dhe ja kanë dalë në shumicën e rasteve. Besa, unë shoh e vetmja poezi me foto, me një foto është dedikuar, është me artisten kaq të dashur për ne, Ikonike. tashmë e ndjer ikonike, zonja Margarita Xhepa. E vërtet. Pse është një dedikim për këtë artiste kjo Është një poezi? dedikim sepse që në vegjëli, edhe pse unë nuk kam qenë në jetë, si të thuash, në momentet që ajo ka pasur fazat kulminante të karrierës së saj, por duke qenë një ndjekse e rregullt e filmave shqiptar, e kultivuar nga familja kjo që në fëmijëri, Patjetër. e kam pëlqyer në çdo rol. Dhe duke qenë se në vitin 2025 ajo fatkeqësisht u nda nga jeta, përkoj dhe me vitin e publikimit të këtij libri dhe mendova që patjetër një poezi të ishte dedikim për të. Okej. Duke përmendur rolet e saj më të dashura. Më thua një rol që e të ka pëlqyer shumë. Roli mbretëreshës Hekub, mbretëreshës Trojane tek tragjedia Trojanët. Okej, shumë bukur. Një margaritar është më pak sot dhe shumë më tepër errësirë në botë. Margaritar me bukuri hynore, si një hapësirë shumë galaktikore. Një galaktik ngjyrash në harmoni, e verdha vezulluese si flori. Prek të kaltrën e kristalt të detit, aq bukur sa përtej kufive të realitetit.
Një galaktik ndjenjash ku humb, mes krenarisë dhe dhimbjes së mbretëreshës Hekub, dhe betit të braktisur që forcën tregon, dhe dashuria e vërtet nuk e harron. Një galaktik kohësh të ndryshme që takohen, kur Margareta dhe Ofelia shekspiriane rizgjohen, dhe zonja Mëm që Dorontinën pret, nga Konstantini që për besën dheu nuk e tret. Një margaritar është më pak sot, por pak drit e la peng në këtë botë, si Feniks në kujtim për të ringritur, me buzëqeshjen e pashtershme skalitur. Shumë mirë, Besa, shumë e bukur, më je përlotur sërish? Pak, po. Okej. Po, sepse zonja Margarita Xhepa ishte një ikonë e vërtetë e aktrimit dhe edhe pse ajo nda nga jeta në një moshë relativisht të madhe, pra 91 vjeç, gjithmonë do të dukej herët për ndarjen e saj nga jeta, me aq shumë role sa i ka dhënë teatrit dhe filmit shqiptar. E në fakt, një vajzë e lindur në vitin 1998, që brezi juaj nuk është se i shikon shumë filmat shqiptar, por që ti ke një huri mjaft mirë. Ai kishte përmendur edhe në poezi disa nga rolet më të bukura, megjithëse të gjitha ishin të bukura të zonjës Margarita, por që ajo ka lënë një kontribut të vyer në arkivën tonë edhe në jetën artistike të vendit. Çfarë ti do t'i këshilloje disa të tjerëve atyre që na shohin dhe që ndoshta edhe shkruajnë, Besa, çfarë do t'i këshilloje në këtë podcast, një këshill, një mesazh që ke dëshirë ta ndash me njerëzit? Mesazhi im për të gjithë ata që do ta shohin këtë podcast është që besoni në veten tuaj dhe në ëndrat tuaja, sepse nëse ato kanë një bazë të fortë, nuk ekziston askush dhe asgjë që t'ja uprishi rrugën e tyre. Dhe si përfundim, Besa, ku mund ta gjejmë neve librin Aeroporti i jetës? Për të gjithë të interesuarit, libri Aeroporti i jetës mund të gjendet në Tirana Bookstore dhe në libraria Adrion në kryeqytet, pra në Tiranë, si edhe në librarin Alketi në Vlorë. Okej. Unë të falenderoj që erdhe në podcastin me Jonën dhe që ndave disa pjesëza të vogla nga Besa brenda saj, dhe librin Aeroporti i jetës, të cilin ua sugjerojmë të gjithë atyre që duan një moment të ulen, të lexojnë dhe sigurisht të gjejnë veten në vargjet e shkruara nga Besa Hoxha. Ju faleminderit që na ndoqët.